Zonja dhe zotrimi mbrëma, drejt për së drejti nga studio nëmër 2 e televizionit rajonal Media Plus, do jemi sërish së bashku në puntatën e dytë për të diskutuar rreth projektit të televizionit rajonal Media Plus, monitorimi ngritjes së partneritetit mes policisë së shtetit dhe nxënësve të shkollave të mesme të qytetit të Lezhës. Në puntatën e parë, siç është ndjekur dhe nga teleshikuesit e televizionit rajonal Media Plus, ishin të ftuar përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale si dhe nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Lezhës. Ndërsa paneli i sotëm është disi ndryshe. Të ftuar në këtë puntatë do të jenë pikërisht aktorët kryesor për implementimin e këtij projekti. Paneli i sotëm është i mbushur me nxënës nga shkollat e mesme të qytetit të Lezhës. Siç e shihni, studio e televizionit Media Plus është me të rinj, ku kam nxënës nga shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka dhe nga gjimnazi Hydajet Lezha. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e televizionit rajonal Media Plus. Atëherë bëjmë edhe prezantimin me të ftuarit e sotëm. Atëherë, përshëndetje gjithëve, urime njëherë për misionin, pasi është një mision që është bërë shumë popullor në gjithë Lezhën. Atëherë, unë jam Jugjersa Smaja dhe vim nga gjimnazi Hydajet Lezha. Faleminderit. Po. Përshëndetje, që më Hedra Arceni, nxënës e klasës 12 dhe Lezhë. Përshëndetje, quhem Faler Apati, gjimnazi Hydajet Lezha, viti 2. Përshëndetje, Diana Tusha, nxënës e shkollës së mesit profesionale Kolin Gjoka, viti 3. Faleminderit Diana. Përshëndetje, unë quhem Dalina Leshi, nxënës e shkollës mesme profesionale Kolin Gjoka, viti 4. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Klotilda Nikolli, vim nga gjimnazi Hydajet Lezha, aktualisht maturante. Përshëndetje, unë quhem Damian Laska, nxënës maturant tek Kolin Gjoka. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Alesia Falaj, nxënës tek gjimnazi Hydajet Lezha, klasa 10. Përshëndetje, unë jam Juela Mërdoqi, nxënës e klasës së 10 të gjimnazit Hydajet Lezha. Përshëndetje, unë quhem Përparim Selami, nxënës i shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka. Ju faleminderit dhe uroj dhe njëherë mirëseardhjen. Pak më parë unë ju cilësova si aktorët kryesor për implementimin e këtij projekti. Sa i rëndësishëm, por dhe në dobin tuaj është ky projekt. Atëherë, ky projekt Alesia. Atëherë, ky partneritet midis policisë së shtetit dhe adoleshentëve është një projekt mjaft frydhënës dhe tepër i rëndësishëm në dobi të dy palëve, sidomos në anë të adoleshentëve, duke qenë se ne jemi në një moshë tepër delikate dhe jemi tepër euforik dhe të prirur drejt gabimeve. Atëherë, prezenca e policisë do të na ndihmonte të shmangnim këto konflikte apo incidente të vogla. Prezenca e policisë, e shkollës, por dhe ne si media është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Po, përparimit. Ky projekt do të jetë shumë i rëndësishëm pasi siç e di mosha adoleshencës është një moshë ku ne mendojmë se kemi fituar një liri të plotë dhe mundohemi të provojmë gjëra sa më të reja, por duke mos i marrë shumë parasysh pasojat që mund të kenë këto eksperienca që ne do të provojmë të reja, kështu që policia do të ishte ndihmësi më i madh që ne do të na ndalonte edhe do të na qortonte, si ti thonë, për të mos i bërë këto gabime dhe të ishte në momentin ku ne na duhet, kemi këto probleme. Unë do ta rezervoj edhe tek pyetjet që kam pak më pas, ku një rol kryesor do t'i jap edhe policisë, por përparim, a mendon se nuk do të shkojmë direkt te policia? Kemi më pranë shkollën. Kemi më pranë mësuesen kujdestare. Kemi më pranë drejtorinë e shkollës. Kemi më pranë trupën pedagogjike. A do të ishte më mirë që ne t'i drejtoheshim spari atyre dhe më pas të shkonim drejt policisë, por të mos i bërë gjërat direkte në polici? Po? Atëherë shkolla këtu këtë rol do të lunte si një ndërmjetës, edhe do të ishte më mirë se do të merret parasysh edhe nga shkolla lun një rol shumë të rëndësishëm, edhe do shikonte problemin, ndoshta nuk do të jetë një problem si është shumë i nevojshëm për të dërguar direkt polici. Bravo, kjo ishte edhe ajo qëllimi që kisha unë. Pra, nuk mund se ta marrim si partner shkollën, ta marrim si partner kryesor. Për t'i quar, duke i referuar dhe mendimit tënd, duke i quar gjërat më pas në polici. Let ngelet policia jo e para, primarja. Me qënë se ne jemi në zonës të shkollas, jemi të rinj, normalisht që problemet t'i rrahim, t'i diskutojmë në shkollë.
Më pas mund t'i drejtohemi për probleme që nuk dëshirojmë t'jenë, po normalisht që edhe ndodhin, për incidente të ndryshme që kalojnë për të shkuar drejt rrugës së policisë. Sepse në këtë mënyrë, ne në fundit largojmë të rinjt nga rruga e krimit. Dhe kjo sot është mjaft e rëndësishme. Faleminderit. Po ju Gersa? Sa për pyetjen që bët në fillim, mendoj se ky partneritet midis policisë dhe midis nxënësve shkollës ishte gjëja e duhur që mund bënte policia për këtë institucion siç është shkolla. Atëherë mendoj që ky partneritet nga të dyja palët është një marrëdhënie simbiotike ku nuk fiton vetëm njëra palë, por të dyja palët dalin fituese në këtë rast. Mendoj për policinë që del fituese, gjithashtu edhe për nxënësit e shkollës, për uljen e kriminalitetit ose problemeve të tjera që hasim shkollën. Ne të mos shkojmë deri te kriminaliteti, shkojmë tek ato incidente, tek ato zënkat e vogla që ndodhin, do ta diskutojmë dhe pak më poshtë, që ndodhin për diçka gjëra të vogla fare, të cilat ato shkojnë bëhen burim për t'u zmadhuar si thua më tepër, edhe për të shkuar drejt në një konflikt i cili mund të mbyllet, por ka raste që fatkeqësisht ai gjeneron edhe më tepër dhe merr rrugë akoma për masa akoma më të mëdha. Po, sigurisht, siç e tha edhe përparimi, nuk duhet të shkojmë drejt tek policia, ka shumë pjesë tjera, domethënë për të arritur drejt tek policia. Në fillim mendoj se nëse është një konflikt që ndodh në shkollë ose në klasë, është mësuesja e lëndës ku duhet t'i tregojmë për këtë konflikt që po ndodh, pastaj është mësuesja kujdestare, drejtoresha, pastaj mendoj që të kalojmë edhe te policia. Po, faleminderit. Renato, çfarë mendimi ndani ju? Për pyetjen që bëhet, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të lajmërohen edhe institucioni i shkollës, pasi politikat e arsimimit janë shumë të rëndësishme tek edukimi i nxënësve. Atë edhe problematika që hasen gjatë pushimeve të mëdha ose gjatë sidomos në këto pushime ndodhin këto gjëra. Vetëm më të mëdha ndodhin pushime për shkak të suksit të nxënësve jashtë. Po. Atë është mirë që të lajmërohen edhe institucioni i shkollës për të gjetur zgjidhje sa më afashkurte dhe sa më efikase. Bravo, faleminderit. Po, Palero? Sipas ndimit tim mendoj që nëse incidenti nuk është shumë i madh, është një incident i vogël, mendoj që mund të zgjidhet parë mirë në drejtorinë e shkollës, pasi ne gjithë jemi nxënës e njohim pothuajse të gjithë njihemi në gjimnaz dhe incidentit nuk është se vazhdojnë për diçka të madhe, gjithmonë vazhdojnë për diçka të vogël, diçka shumë minimale dhe mendoj se duke folur në drejtori me ndërmjet zyrshëm kujdestar ose drejtoresh, mendoj se mund të zgjidhet parë mirë. Po, faleminderit. Diana? Kjo është bashkëpunim që ka pasur mjaft prioritet tek nxënësit, kanë qenë të interesuar dhe nuk është e nevojshme që direkt nxënës apo dikush tjetër të gjithë pjesën që shkojë tek policia. Janë instanca më, domethënë, të larta që kemi ne, që është dysha kujdestare që është mbi gjendje gjithmonë kanë nesh, janë drejtoria e shkollës, nuk është gjithmonë e domosdoshme që mund kemi direkt policë. Atëherë marr shkas nga Diana që thot, por edhe nga mendimet tuaja që mësuesja kujdestare është e para, ose dhe mësuesja e lëndës që është brenda asaj ore, është e para e cila do të njoftohet për këtë problem. Sepse ndodhe kjo, që nxënësit shpeshherë e fshehin problemin. Duke filluar që nga nxënësit e 9-vjeçares, e sidomos te nxënësit e shkollave të mesme që ju duket ta marrin kështu në thonjza për të treguar atë çfarë ka ndodhur. Dhe unë pikërisht doja të dija këtë, a mendoni se ky projekt do të ndikojë në marrëdhëniet tuaja me mësuesin dhe policinë? Për zgjidhjen e këtyre problemeve të vogla, incidenteve të vogla, konflikteve, ju keni një vakum ndërmjet nxënësve, mësuesve, ndërmjet nxënësve dhe policisë. A e mendoni ju që këto probleme mund të zgjidhen, këto marrëdhënie ndërmjet mësuesve do të ndikojnë pozitivisht? Po ju Ela. Është shumë e rëndësishme që fillimisht të thyen tabut se mësuesit ose policia janë disa instanca që qëndrojnë domethënë si për nesh, ato me të vërtetë kanë një autoritet të pakundërshtueshëm por çdo reformë apo çdo progres që merret, fillimisht ngrihet duke pasur parasysh mirëqenien tonë, pra mirëqenien e brezit të ri, që praktikisht jemi ardhmja e këtij vendi. Duhet thyen këtë tabu, pra duhet të krijohet një raport duke shmangur vakumin edhe duke mbushur këtë boshllok me sa më shumë bashkëpunime,
të tilla janë dhe këto projekte, me sa më shumë progrese dhe sa më shumë nxitje që policia, mësuesi dhe nxënësi, pra tjetë një trinom në trekëndësh i cili vazhdimisht ketë shkëmbime me njëri tjetrin, të shkëmbejnë përgjithësitë mes tyre dhe në këtë mënyrë arrihet një mënyrë shoqërore dhe shoqëria bëhet e denjë për ne dhe ne të denjë për shoqërinë. Klotilda? Atëherë për pyetjen e lartë përmendur, unë mendoj që krijimi i partneriteteve midis nxënësve të shkollave të mesme dhe mësuesve, duke filluar që nga mësuesi kujdestar, të cilin ne kemi, domethënë si bazë të zgjidhjeve këtyre problematikave të vogla, është ju jeni dhe vit 4 tash jeni përballur dhe po dilni në një rrugë tjetër. Patjetër, edhe jemi mësuar që mësuesi kujdestar të jetë gjithmonë pranë nesh. Naturisht që duhet të ketë me siguri ngritje të partneritetit të fortë midis policisë dhe nxënësve të shkollave të mesme, pasi mësuesja do mund të kryejë. Po duket sikur në një moment del jashtë loje pastaj. Po e rëndësishme është që mësuesit bëjnë atë punën e tyre dhe marrëdhëniet forcohen akoma më tepër. Por a vini re se mësuesit edhe ata duan të bashkëpunojnë, e ofrojnë Damiani, mos e hiq fare mikrofonin. Mësuesit kërkojnë që të bashkëpunojnë me ju. E vini re që mësuesi kërkon të bashkëpunojë me ju. Sa i gatshëm është ai të bashkëpunojë, të ofrojë ndihmën e tij. Sepse po themi ne duam ndihmën e mësuesve së pari, duam ndoshta edhe të qeverisë shkollës. Sepse janë shumë të rëndësishme dhe këto instanca brenda shkollës. Por mbi gjitha të mësuesve, a janë të gatshëm, sa realisht janë të gatshëm mësuesit për t'u ofruar mbështetjen? Sepse më fal Damian, ju jeni dhe maturant. E besoj sa gjatë gjithë këtyre viteve më mirë se ju, nuk e ka parë kush tjetër këtë bashkëpunim. Po? Unë mendoj se mësuesit fillojnë që në vit të parë, deri në vit të katërt me klasën e tyre kujdestare, nëse flasim për mësuesët kujdestarë, edhe me mësuesit e lëndëve, krijojnë një lidhje, marrëdhënie shoqërore të ngushtë me nxënësin, e cila qon në një këndvështrim tjetër të mësuesit. Mund ta shikosh mësuesin jo vetëm si një autoritet që të jep mësimin dhe që nuk mund të preket, por e shikon mësuesin si një shok të ndim. Si një bashkëpunëtor. Që do kalosh 3 vite të shkollës mesme, ju jeni dhe më shumë se jeni 4. Mund të ndash çdo problem, çdo shqetësim që ti ke. Në qoftë me mësuesi bën gjithë punën që kjo gjë të arrihet, edhe kjo është ndobi të gjithëve palëve. Dhe mendoj se ky mësues është i suksesshëm. Si mendon? Po, ky mësues është shumë i suksesshëm sepse i arritet me partneritetit me çdo nxënës të klasës në kujdestari që ka. Me këtë të marrëdhënie është shumë një sukses shumë i madh i mësuesit është. Mendoj që është arritja e pikës kulmore të punës çdo mësuesi. Po, faleminderit. Ne mund të jemi akoma dhe më të hapur me ta që edhe ata të kenë më afërsi që të na afrojnë ndihmën e tyre. Na afrojnë ndihmën. Normalisht që ndihma e mësuesit është shumë e madhe, por ne fatmirësisht kemi mësues të tillë që sidomos mësuesit që janë me përvojë, që kanë vite që punojnë në karrierë. Po, është shumë e bukur. Dhe madje ndodh dhe kjo, Hedera, je dakord ndoshta me mendimin tim. Ndodh dhe kjo që shpeshherë ato nxënës të cilët ne do t'i quajmë problematik, ndoshta problemet nuk i shfaqin në familje, i fshehin nga familja, nuk i diskutojnë sepse familja është baza, është kryesore, dhe kur vjen te mësuesja kujdestare ose te mësuesi tjetër, ose qoftë edhe te një mësues që ai ka besim tek ai shpalost. Është e vërtet kjo? Absolutisht, ndoshta nga që nuk do të hapet me familjen, kam do të afër dikën tjetër i cili nuk është pjesëtar i familjes, se s'dan duhet me gjetë të kenë, cilët t'i hapet edhe ndoshta edhe ta ndihmojnë nëse kërkon ndihmë prej tij. Gjithmonë duhet të ketë dikën që të kërkojnë ndihmë, dikën më i lartë, i cili ka më shumë përvojë edhe eksperiencë. Edhe dikën që ndjen më pranë. Që e ndjen më pranë. Po Diana? Duhet të ndalim aty ku theti që mësuesi është shumë i afërt me nxënësin. Shpeshherë në shkollën tonë gjej falenderoj mësuesit që gjenden që në vit parë unë kam parë që në klasën time përgjendur shpeshherë më rra mësuesi afër nxënësit se prindri. Domethënë kanë bjerë besimin, mirëkuptimin, përveç që mësuesi do hyjë mësim dhe të shpjegojë 45 minuta, ka qenë mësuesi i gatshëm që ndoshta dhe kohën e tij ka shpenzuar për të kuptojë problemin. Pa ka shpenzuar dhe minutat e mësimit. Minutat e mësimit që ti je me sigurt aty domethënë. Ka pasur plus aty është quajtur bashkëpunim si tip shoku dhe shoqje, brenda rregullave,
por ka pasur pjesa që nxënësit e kanë hapur më shumë me mësuesin se sa me prindrin. Me Aty prindrin. domethënë kanë ardhur mësuesi ndoshta nuk e ka pasur adetën e tij që të humbi minutazhin e mësimit dhe e ka shpenzuar për nxënësin. Por, Diana, me që jemi tek shkolla e mesme profesionale, dhe madje unë edhe në puntatën e parë, sepse kjo është thash, lançova pak më parë, është puntata e dytë që ne diskutojmë rreth këtij projekti, kisha të ftuar dhe drejtoreshën e shkollës tuaj, zonjën Rudina Gjoka, që e përshëndes, të cilës i drejtova dhe pikërisht një pyetje. Ajo është një drejtoresh e një shkolle ku nuk ka nxënës vetëm nga Lezhë, por edhe nga rrethet e tjera të qarkut të Lezhës, dhe madje ndihma që do t'i jepte mësuesi kujdestar në këtë rast një fëmije që nuk është pranë familjes, do t'ishte edhe më e madhe. Si mendoni? Sepse ati fëmije për një moment nuk e ka familjen pranë. Ai jeton diku në një afërt i tij, mund të jetojë në konvikt, se me sa di unë vajzat kanë konviktin, por prindi nuk është i pranishëm. Sa e rëndësishme do t'ishte ndihma e mësuesit në këtë rast? Do ishte mjaft e rëndësishme, pavarësisht sepse siç e the vetë janë vajzat e konviktit që mund shkojnë një javë ose domethënë edhe më rrallë në shtëpitë e tyre. Është ajo që desha që si e përmendë Rudina që kujdeset edhe për to, janë pjesa që ka shkuar edhe në pjesën e konviktit, janë marrë në pjesën se për mirëqenien e tyre sa janë dakord e gjitha. Domethënë ka pasur një përkujdesje, plus neve që jemi që çdo ditë shkojmë në shtëpitë tona, por edhe për ato. Domethënë ka pasur një bashkëpunim mjaft suksesshëm me ta. Sepse në rast se ju shkonin familje, mund ta diskutoni e rezervoni një mendim, një konflikt, një incident që mund ketë lindur me dikë, ndërsa një vërtet sot janë të gjitha mjetet e komunikimit, po fundit prania e prindit nuk është aty. Dhe normalisht që ndihma e mësuesit do të jetë shumë e rëndësishme. Janë treguar më shumë se prindër për ta. Bravo, kjo është me të vërtetë. Domethënë jashtë pjesës që janë mësues, janë treguar vërtet gashëm për çdo lloj. Pra ju e vlerësoni pozitivisht ndihmën e mësuesve për të zgjidhur të gjitha këto probleme, por dhe për të parandaluar probleme dhe konflikte dhe incidente të tjera të cilat mund të shkojnë edhe më tej. Duke qenë se thamë janë larg familjes, ato prindi i dy që do i drejtojnë janë mësuesët. Dhe gjithë problemet që ata kanë, të gjitha aty jashtëfaqen ose një shok ose shoqe të ngushtë, ose psikologu të shkollës ose shumë i rëndësishëm. Psikologu i shkollës duhet luajë një rol shumë të rëndësishëm. Edhe ajo është pjesa e asaj trupe pedagogjike dhe do të ndikojë pozitivisht pa diskutim në zgjidhjen e këtyre konflikteve dhe problemeve të ndryshme. Edhe psikologu them që ka një rol shumë të rëndësishëm në decizin e këtë gjë, sepse psikologu mund të flasë, mund të komunikojë me këto nxënës që njeh më mirë karakteret e këtyre e kësaj moshe. Se themi në fushën e tij që ta rregullojë këtë gjë. Po, faleminderit. Do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në studio. Të nderuar teleshikues, jemi kthyer sërish në studio për të vijuar diskutimet me panelin e të ftuarve për mbrëmjen e sotme, ashtu siç e lançova pak më parë. Të ftuar për mbrëmjen e sotme do të jenë pikërisht gjimnazistët e Gjimnazit Hydajet Lezhë dhe nxënësit e shkollave të mesme të profesionale Kolin Gjoka. Ajo që do diskutonim është problemet kryesore të cilat i lidhin nxënësit me projektin e televizionit rajonal Media Plus, monitorimi i ngritjes së partneritetit mes policisë së shtetit dhe nxënësve të shkollave të mesme të qytetit të Lezhës. Dhe pikërisht ndalemi tek policia e shtetit. Ky projekt do të lançojë në vetvete policin si mikun tuaj. Në të vërtetë, policia luan këtë rol? Po Alicia? Atëherë, kohë të fundit kemi vënë re se policia është mjaft e gatshme të gjendet pranë adoleshentëve, tashmë jo vetëm në detyrën e funksionarëve të lartë, por si një mik i tyre. Këtë gjë ka realizuar mjaft mirë, domethënë, me anë të bisedimeve frydhënëse me nxënësit rreth këtyre tematikave, duke e konkretizuar me veprimtari praktike. Rasti më konkret ishte kur disa nxënës të shkollës Hydajet Lezhë bën një bisedë me një përfaqësues të policisë zoti Bujar, pas ne e dolëm në terren dhe vëmë në praktik gjitha ato teoritë që mësuam javën e parë. Shumë bukur. Po. Është i frytshëm me një fjalë. Po. Në fakt policia është treguar gjithnjë e gatshme për të zgjidhur çdo lloj problemi. Po flas në çdo problem që unë kam parë në shkollën time, domethënë, dhe është treguar mjaft të gatshëm. Këtë
duke shprehur thjesht si miku jon, duke na bërë që të ndihemi të mbrojtur, të sigurt, kudo në të gjitha ambientet të shkollës, pasi zënkat të vogla mund të kalojnë në të mëdha dhe ne ndihemi të pasigurt dhe kur policia e luan këtë rol, pra kur policia gjendet aty në çdo rast, kur policia është e gatshme për zgjidhjen e çdo gjëje, nëse edhe në gjërat janë treguar të gatshme për të zgjidhur edhe gjëra të vogla, domethënë edhe zënkat të vogla, unë quaj këtë një sukses mjaft të madh për policinë shqiptare dhe na bën të ndihemi mjaft të sigurt kudo. Po, faleminderit. Po Juela? Duke u bashkuar parafolësve, gjithashtu doja të shprehja se është qëllimi kryesor i këtij projekti është të theksoj se institucionet shtetërore janë me ne dhe për ne. Pra gjithçka është në funksionin ton, përveç veprimtarive praktike, është shumë e rëndësishme që policia të gjendet pranë nesh edhe në komunitete të ndryshme, si për shembull po marrë rastet më sporadike si që janë për shembull kalimet e rrugëve, rregullsitë në trafik, menaxhimi i lagjeve problematike. Pra është shumë e rëndësishme që të lidhet një urë ngushtë bashkëpunimi që më pas do shoqërohet edhe me shumë fryte. Është shumë e vërtetë se ka akoma shumë probleme, siç është shumë e vërtetë se është bërë shumë dhe është arritur shumë, por me një vullnet të dyanshëm, mendoj se gjithçka është e zgjidhshme. Po, faleminderit për parimin. Po duk sigur kishe edhe ti një vendim, po? Atëherë, nëse ne do të kemi policinë, mund ta quajmë si mikun ton, atëherë... Jo, mund ta quajmë si mikun ton, tashmë. Nuk është më koha tani policin, shpejt e policia, shpejt e polici. Ta shohim si partner, ta shohim si mik, ta shohim si bashkëpunues, pse jo? Atëherë, nëse ne do ta kemi policin si mikun ton, ne do të themi se problemet tona do ta anashkalohen krejt, do të zgjidhen shumë shpejt dhe në mënyrë të lehtë dhe të kuptueshme, pa pasur pasoja edhe shkaqe të mëdha. Duke pasur policin, duke pasur një dialog midis policisë dhe adoleshentëve që është mosha më problematike, atëherë gjithçka do të jetë në rregull dhe problemet do zgjidhen shumë lehtë. Në fillim le të bëjnë punën e tyre si këshillues, si partner, si bashkëpunues. E më pas, në rast se nevoja, do t'i drejtohemi edhe instancave të policisë. Po, nga paneli juaj Hedera? Ndërsa unë shkurtimisht do doja të ndalesha tek miqësia. Mendoj se fjala e kyçe saj është besimi. Duke pasur besim se policia do na gjendet pranë, të lëm pas ato pa policia, vin dy orë me vonesë të tilla kështu. Mendoj se policia do na gjendet akoma edhe më pranë për të zgjidhur problemet edhe për të na mbështetur për më tepër. Edhe kjo mendoj se do ishte një ato jo pika ne do ta gjendeni më pranë policisë. Ju në shkollën tuaj e vini re praninë e policisë? Jo shpeshherë, por edhe kemi parë sigurisht. Po në ambientet e jashtme, policia është e pranishme sepse shpeshherë kur kalojmë, shikojmë që ato janë të pranishëm në pushime, po? Atëherë, mendoj që ky do jetë një bashkëpunim shumë i fryqëm, pasi deri tani adoleshentët dhe të rinjt janë munduar që problemet e tyre të zgjidhen vetë dhe mos shkojnë direkt te policia, pasi siç e thatë ju më parë quhet si një ulën që se problemet tonë nuk e zgjidh vetë. Ky problem niset nga temperamenti i të rinjve sot që janë të gatshëm edhe nxehtësia që ka këto zonë madje shumë edhe shqiptarët. Atëherë me futjen e policisë ndërmjetës dhe si bashkëpunëtor do të çojnë në zgjidhjen shumë të shpejtë konflikteve. Po, bravo. Po ju Gersa? Atëherë, mendoj që ky partneritet që do të krijohet, kjo marrëdhënie midis policisë dhe studentëve në shkolla dhe nxënësve, do ta zbusi pak atë termin polici, sepse ne sa përmendim policinë na krijohet si një lloj marrëdhënie shumë e largët edhe ftohtësie. Policia duket sikur me të vërtetë po ndodh krijohet një atmosferë jo e mirë. Po, sigurisht. Por mendoj se kjo do të jetë si një urdhë lidhëse midis ngrohjes së marrëdhënieve midis këtyre dy palëve. Edhe unë duke pasur rastin konkret, duke pasur edhe babain tim polic, ju e garantoj që mund të jetë një mik shumë i mirë një polic, për më tepër. Mund të jetë një baba shumë i mirë? Dhe një baba shumë i mirë, që rastin edhe ta përshëndes në këtë rast. Po, Palero? Kam një mendim pak ndryshe nga parafolësit, sepse mendoj që në këtë kohë shoqëria shqiptare sa adoleshentët shqiptarë nuk e konsiderojnë policin as pak si një mjek, e mendojnë më tepër si diçka që nuk është e nevojshme për ta, pasi shqiptarët jemi Ballkanës dhe jemi gjak nxehtë. Jemi pak gjak nxehtë. Cilësitë ose vetitë kryesore, po. Dhe gjithmonë duam që të zgjedhim problemet vetë, mos kërkojmë ndihmën askujt. Prandaj mendoj që polici nuk konsiderohet akoma jo për fajt të policëve, por për fajt të mentalitetit të adoleshentëve shqiptar.
Dhe për këtë arsye mendoj që nuk është A mos akoma ndoshta ato kanë humbur besimin apo akoma nuk është akoma shoqëria shqiptare, mendoj mentaliteti shqiptar nuk është në atë fazë që ta pranojë policinë si një mik ose si një bashkëpunues, pavarësisht se policia është shumë e gatshme. Në shkollën tonë, për shembull, për çdo lloj aksidenti policia ka qenë më së pranishme. Dhe gjithmonë ka rritur ta zgjedhë problemet. Po. Dua të them se policia kohët e fundit ka rritur përgjegjësinë dhe ka marrë parasysh çdo lloj rasti të aksidenteve, domethënë incidenteve që kanë ndodhur. Incidenteve të ndryshme, po. Ka rritur përgjegjësinë plus institucionale, por edhe morale. Është gjendur siç janë kohët e fundit kemi vënë re si janë të rrugicat e shkollave, edhe për çdo. Polici nuk ka ardhur në shkollë që vetëm të shohë nëse dikush mban armë ftohtë apo dikush tjetër. Ka ardhur ndoshta edhe të përshëndes që të jetë më të frymën e bashkëpunimit. Plus të rinj sot kanë atë pjesën e indiferentizmit. Jo, unë nuk kam pse të flas sepse që më duhet mua që të hyj. Domethënë nuk është rritur akoma kjo pjesa, siç tha dhe Palero, që kanë atë bashkëpunimin, kanë atë idetë që të ndryshojnë diçka. Po thonë ja, ky e bëri dhe nuk thot ndryshimin nga vetja. Fatmirësisht gjysa, domethënë gjysma, themi që janë në këtë pjesën që po, duat ndryshoj diçka dhe do të vazhdojnë që nga vetja, që unë të kemi atë bashkëpunimin me tjerët. Edhe uroj që edhe pjesa tjetër, domethënë që përdorin indiferentizmin, bashkohen me këtë pjesën, sepse gjë arrihet me anë të bashkëpunimit. Po, faleminderit. Problemet që lindin sot në shkollë janë nga më të ndryshmet, pavarësisht se shkolla monitoron mjaft mirë problemet arsimore, por edhe edukative, vëmrej se në shkollë përballemi, unë do ta lançoj edhe pak më poshtë me problematike nga më të ndryshmet. Shikojmë një insert për të parë më nga afër të improvizuar nga vetë nxënësit, një insert fare i shkurtër. Po regjia? Në fakt, kjo është një situate improvizuar nga vetë nxënësit. Unë doja të dija si mendoni ju për bashkëpunimin tuaj me policinë në këtë rast, por edhe në raste të tjera. Sepse probleme që u diskutuan, gjëra të shkurtra të vogla, por shumë koncize, janë probleme sot të drogës, që të rinj, të dashje pa dashje, ne s'duhet i fshehim këto gjëra. Janë problemet e armëve të ftohta, por të mos thënë më pas edhe të armëve të zjarrit. Atëherë, se mendoni ju bashkëpunimin tuaj me policinë, edhe për këtë rast, po dhe rastet të tjera? Po, Damiani. Ne, sa pam në insert, pam një skenë ku kemi një person që shkon blen diçka, më themi, në narkotike, dhe kalon dhe blen diçka tjetër, nga ana tjetër, dhe bën një krim. Me shikimin ton, me vështrimin ton tek gjitha probleme, ne duhet i drejtojmë policisë, siç e thamë më parë, duhet ta kemi si shok, duhet ta çojmë policin si shok. Atëherë ne nëse shohim një gjë që nuk shkon, diçka që nuk është në normalitet, diçka që është e dyshimt, atëherë nuk duhet ta marrim vetëm për vete, por duhet shkojmë tek policia, ta shërtojmë, t'ia drejtojmë atyre sepse ato janë të gatshëm për ta zgjidhur çdo problem në çdo rast, si në rastin e parë që pam. Po. Mendoj që me anë të projekteve të ndryshme, siç ky që po bëjmë, mund të arrihet ky bashkëpunim midis policisë dhe nxënësve. Mund të jetë një afrimitet me i afërt. Ta quajmë policin jo vetëm një instancë e lartë, një gjë decisive që mund të zgjidhë problemet për një mik, një shok, që mund ta kesh kudo, mund ndihesh i sigurt. Edhe problemet mund mos i mbarësh. Do të ndihmoj së tepërmi për të zgjidhur këto gjëra. Po, edhe aty mund të hiqet edhe pjesa e gjaknxehtësisë. Nuk ke pse ta zgjidhësh vetë problemin, nuk mund ta s'ke pse e mban përgjegjësinë. Nuk e menaxhon dot situatën në këtë momente. Se menaxhon dot, drejtohesh tek dikush tjetër. I ke krahët e sigurt. Si themi më fjalë. Po, më popullore. Më popullore, po. Sepse shiko Damiani, çfarë vëmë re ne. Për një person, një X person, një shok tuaj, një nxënës shkolle, një mikun tuaj, e dini që ai konsumon ose merr drogë. Dhe në këtë rast, pavarësisht se ju e dini, pavarësisht se diskutoni në rrethe të ngushta, por
A i një drejtu në herë policisë për këtë problem? Po, Klotilda. Të them të drejtë në rastit të marrjes së drogës përgjithsisht në gjimnaze, janë... Po, më falë, të mbarjes së drogës, të mbajtjes së armëve të ftohta, të armëve të zjarrit, sepse ka ndodhur, aktualisht ka ndodhur dhe probleme të tilla. Aktualisht janë shumë të përdora këtë raste, sidomos përdorimi i kanabisit në çdo shkollë është pothuajse çdo ditë në rritje. Është një fakt mjaft i keq, por duhet ta përmendim, nuk kemi ç'bëjmë. Kjo mënyrë, kur ne duhet ta shohim shokun tonë që vërtet po ndjek një rrugë të gabuar, po e çon jetën e tij dëm, me të thënë në fjalë popullore, sepse nga marrja kanabisit mund të kaloj tek lëndë edhe më të larta narkotike, të cilat mund t'i shkatrojnë edhe jetën. Po, mos e vërtet. Duhet me njëherë të njoftojmë policinë, por në fakt realisht ndodh që të ketë është një indiferentizëm shumë i madh. E shoh vetë tek duke filluar që nga vetja dhe duke përfunduar edhe tek shokët e mi, pasi mund të realisht është shprehja ai ka jetën e vet dhe mua ç'më duhet. Se duhet përzihem unë me këto probleme. Se duhet ta di ai që unë jam ajo që ti në të vërtetë po e ndihmon. Patjetër. Po ai nuk e kupton si të tillë. Ai nuk e kupton si ndihmë. Ai e kupton, mund ta them ndryshe si një spionlek ose një diçka tjetër. Ti po e pa ditë për diçka etj, po bëhesh ai. Edhe për këtë arsye edhe nxënësit tregojnë kaq indiferent në këtë rast. Normalisht që ndikojnë negativisht pikërisht tek ky person edhe tek mbar shoqëria. Po Juela? Marr shkas nga fjalët e shokëve dhe nga inserti për të thënë se elementi kyç i gjithë kësajt është fakti se ne duhet kuptojmë se fshehja e krimit nuk bën asgjë tjetër veç se ndihmon atë, e përforcon dhe bën atë akoma të pranishëm në shoqëri. Edhe më të rrezikshëm. Edhe më të rrezikshëm. Duhet kuptojmë se fshehja e krimit na bën neve ndoshta në mënyrë pasive përpal me krimin. Shumë e rëndësishme që është më mirë që ndoshta të fitojmë pak atë përbuzjen e shokut, mund të themi, ose atij që ka rënë pre e gabimeve ose problematikave të ndryshme që hasin adoleshentët, se sa ta lëmë atë të vazhdoj në një rrugë që me siguri nuk do të ketë një përfundim të mirë. Po? Elira? Unë mendoj se edhe pse inserti ishte goxha i frikshëm, efektet bardhësi gjitha këto, unë prapë nuk besoj se do t'i drejtoja policisë, pasi do shifja një ligën që konsumonte drogë. Pse? Sepse nuk mund të tregomi kaq paraqykues ndaj tyre, ndoshta ata nuk mund të përbëjnë asnjë rrezik për shoqërinë. Ndërsa është tjetër rasti kur është edhe droga edhe armët. Mendoj se këtu do tregohesh pak më reflektive, sepse këto dyja kanë një simbiozë shumë të keqe me njëra tjetrën. Edhe ndikoshin shumë në shoqërinë edhe në vetë personat që i mbajnë. Edhe do e konsideroja veten shumë fetare nëse nuk do pisha të kaloja apo diçka e tillë. Po, Diana? Ju Gersa, s'përshpur njërave jush, po? Mund të them që trinjtë në kohët e sotme, domethënë kanë atë pjesën që dinë që shoku i tyre bën diçka. Jemi ne të parë që ndoshta të parët jeni ju që e merrni vesh. Që e marrin vesh. Pa diskutim. Dhe kalojmë atë pjesën e indiferentizmit, ne bëhemi bashkëpunëtor me ta. Është pjesa që ne kalojmë atë idenë që jo, ne nuk po i themi gjë. Jemi ne ata që ndoshta nuk mund ta ndryshojmë komplet, po ndoshta që ai të reflektoj që unë po këtu e kam gabim. Ai nuk e tha për të keqen time, po ndoshta që unë të ndryshoj diçka, të bëj më mirë, ndoshta edhe pse jo më mirë se ai. Unë jam ai që siç i futa kësaj rruge, edhe mund ndryshoj, mund dal. Domethënë të rinjtë të sotme ai duhet të ketë besim tek vetvetja në fundit. Të besoj që ashtu sikur ndoshta ra në grask, edhe mund dal, jo gjë është e pamundur, dhe mund themi që gjithçka arrit nëse ti ke vullnetin dhe dëshirën ndryshosh diçka, që nga vetja pastaj të vazhdosh tek të tjerët. Po, faleminderit. Po, ju Gersa? Desha toja që është për të ardhur keq fakti që ne kur e shohim ato pamje në insert, na duket diçka krejt normale. Sepse sa po vjen, sa kalon koha dhe sa më normale bëhen këto fenomene në shoqërinë tonë. Dhe mendoj që dy janë faktorët kryesorë që ndihmojnë në rritjen e këtyre fenomeneve. Një nga këto fenomene është sigurisht indiferentizmi, siç e përmendën edhe nxënësit e tjerë, është sigurisht indiferentizmi që ne tregojmë ndaj këtyre situatave, duke mos pasur dëshirë për fshirjen ose duke mos thjesht përzierjen, pse duhet përzihem unë në këto probleme, po? Edhe dyta mendoj se
një person kur konsumon drogë, për shembull, ose kur pin alkool ose bën një veprim tjetër, kur mban armë të ftohta, ai në ndërgjegjjen e tij e din që është duke bërë një gabim. Por duke marrë parasysh pasojat që nuk dënohet rënd, për shembull, ose nuk do të ketë ndonjë dënim të mirëfillt, të madh, atëherë ky konsumon, për shembull, ose e bën atë veprim. Edhe pikërisht për këtë mendoj që ndëshkimi ndaj këtyre fenomeneve, qoftë nga policia ose nga mësuesit ose nga njerëzit e tjerë, duhet të jetë më i madh në mënyrë që edhe nxënësit të ndërgjegjësohen edhe ta kuptojnë që nuk duhet bërë ai veprim. Për çdo problem që keni, policia ka vendosur një numër në dispozicion të gjithë qytetarëve, që është numri 129. Sa realisht e shfrytëzoni, Dalina, numrin 129 për këto raste, dhe nëse jo, pse, e nëse po, në çfarë raste? Të them të drejtën, unë asnjëherë nuk e kam përdorur numrin 29, sepse nuk kam qenë kurrë prezente në konflikte të ndryshme, as vetë personalisht nuk kam pasur kurrë konflikte. Nëse do jem pjesë të konflikte, besoj se do ta merrja guximin dhe do i bija këtij numri, sepse jo vetëm do shpëtoja jetën time, por edhe të gjithë njerëzve që më rrethojnë. E në rast se ti vëzhgon një incident, e në rast se ti vëre një plagosje, e në rast se vëre një aksident me makinë, iku thot media, iku thot autori, iku në drejtim të paditur, ti që ke qenë prezente, ato dikush e ka parë. Dhe realisht në 129 për një pjesë të qytetarëve nuk funksionon. A është i rëndësishëm përdorimi i tyre? Po Jela. Shërbimi policor mund të kontaktohet me anë të numrit 129, që është një shërbim pa pagesë, me sa jam unë e informuar. Patjetër. Është 24 në 24. Teorikisht është 24 në 24. Personalisht nuk e kam përdorur, fatmirësisht, por mendoj se këtu fillon edhe pabesimi i qytetarëve kundrejt policisë. Okej, ky shërbim mund të kontaktohet, mund të përdoret, mund të përgjigjet me korrektesë. Kam dëgjuar raste që me të vërtetë ky shërbim ka qenë afër qytetarëve, por kjo korrektesë pas lihet pas dore tek mbritja në vendngjarje, tek mbajtja e fshehtësisë, dhënies së informacionit, që pastaj shoqërohen edhe me humbje të besimit, dhe dal nga dal ky numër e humbet vlerën e tij dhe bëhet një numër shpeshherë i panjohur tek qytetarët, sepse unë dëgjoj plot raste që pyeten bashkëmoshatarët tanë se si mund ta kontaktosh policinë dhe mungon informacioni. Pra bie vlera e këtij shërbimin edhe fillon edhe anashkalohet nga komuniteti. Ndërsa, unë ju thash pak përpara që në puntatën e parë kisha edhe përfaqësues nga drejtoria e policisë së Qarkut të Lezhës dhe përfaqësuesi i policisë u shpreh në këtë mënyrë. Kini besim tek numri 129, sepse aty do gjeni përgjigjen për të gjitha problemet që ju keni, të jeni të hapur drejt kësaj. Pse ju realisht nuk keni dhe shumë besim të kjo? Po, Alicia? Atëherë, besimi mungon pasi shpeshherë ndodh ajo pjesa e talljes nga ana e adoleshentëve. Ndodh dhe kjo? Është më se e pranishme në ditët e sotme, por edhe duke marrë shkak nga kjo policët, nga që e marrin si një rutinë. Si një lojë, si një shaka, po. Edhe përgjigjen më thënë, do me mirë preferojnë që ti evitojnë këto raste, por unë doja të thoja që duke marrë shkak nga këto projekte, nga këto gjëra, shpresojmë të arrijmë një ndërgjegjësim mbar publik, ku secilit arri dhe të gjej besimin tek forcat e rendit dhe për çdo rast jemi sa më pranë atyre duke informuar. Sepse në fakt edhe qëllimi i këtij projekti është për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për t'u larguar nga rruga e krimit. Në këtë mënyrë ne i largohemi krimit, duke bërë një herë ato personin që tregon se çfarë ka ndodhur, duke i rënë atij 129-s, ne kemi shpëtuar një jetë njeriu. Ndoshta na duket për momentin po çfarë bëra unë, po ajo mund të jetë shumë e rëndësishme. Për parimin? Atëherë, për vetëm besimit ne duhet t'i largohemi izmit si kemi, për arsye se nëse ne duhet të kemi një shoqëri sa më të përparuar, ne duhet të veprojmë si një shoqëri. Duhet të informojmë policinë për gjithçka, edhe nëse do të jetë diçka e vogël, për mos të dërgojmë këtë gjë në një shkallë më lart. Këtë gjë neve në fakt nuk e bëjmë, ndoshta mentaliteti jonë nuk arritur në atë. Nuk është konsoliduar ende për të bërë veprime të tilla. 129-ën kemi raste si telefonojmë vetëm, shumica adoleshencë telefonojnë vetëm për të bërë shaka, ndoshta edhe për të tallur,
edhe është më sa e vërtet kjo gjë, por asnjëherë nuk e telefonon atë për një problem ose ndonjë gjë. Pra nuk e di se sa rëndësishme është pikërisht ky numër, sepse në çdo shkollë që shkon në fillim fare ke në pjesën ballore të shkollës është numri i policisë, që për çdo gjë mund t'i drejtoheni policisë, sepse në të vërtetë policia në përgjithësi është një partnere shumë e mirë për zgjidhjen e shumë problemeve dhe shumë konflikteve që ndodhin sot në shkollat tona. Po Diana. Pjesa e rëndësishme është të bish një qenë sa herë një rënë apo asnjëherë. Unë kam qenë pjesë e një aksidenti rrugor dhe ka qenë pjesa që unë nuk e kisha mendjen që ose t'i bie dikujt që policisë apo mediave që ndodhi. Ka ndodhur komplet e kundërta, që nga vetja ime, që jo, unë nuk kam kohë dhe do iki. Mas 10 minuta që unë kam ikur është ma kujtuar. Dhe ajo pjesa që unë kam ndenjur të paktën 10 minuta aty, askush nuk ka marrur as pjesën që po të marr policinë se ndodhi. Thjesht kjo pjesa ndodhi dhe kaq. Ndodhi, po çfarë ndodhi? Dhe asgjë, domethënë të lajmëroni instancat përkatëse që janë për këtë punë. Ka qenë 10 minuta dhe askush nuk i mirë informoi apo i dha lajmin që këtu ndodhi, jo sepse nuk ishte e gatshme ajo, po as unë vetë që nuk i kam rënë. Po Palero? Kredibiliteti tek policia ose tek numri 129, më tepër tek numri 129 është sipas mendimit tim shumë i vogël. Për arsyen se, siç thanë parafolësit, adoleshentë shqiptar në shumicën e rasteve e marrin policinë thjesht për të kaluar kohën ose thjesht për të raportuar diçka që nuk është e vërtetë. Dhe ka shumë raste që policia shkon në vendngjarje dhe aty s'ka ndodhur asgjë, ishte thjesht një shaka, por adoleshentët nuk kuptojnë se me këto ngjarje ose me këto gjëra që po bëjnë ato po shkatërrojnë besimin ose po në farë mënyrë po e largojnë kredibilitetin edhe të policëve ndaj raportuesve si edhe të raportuesve tek policia. Dhe policia nuk beson apo raportuesit nuk besojnë shumë për këtë arsye. Por ka edhe raste kur për mungesë të fondesh, për shembull, kam qenë i pranishëm në një aksident dhe e morën policinë në telefon dhe personi i policisë raportoi se nuk kemi mundësi për të ardhur sepse nuk kemi naftë, nuk kemi mungesë fondesh. Kjo është mungesë papërgjegjshmërie. Po. Është i papërgjegjshëm, sepse sot policia e shtetit ka të gjitha kushtet. Nuk e di, kam qenë i pranishëm edhe kishin mungesë fondesh, apo nuk kemi me çfarë. Ky është një justifikim që besoj se do të ndikojë jashtëzakonisht keq. Është e vërtetë apo jo? Do të ndikojë, nuk do të ishte përgjigjja e duhur në këtë rast. Nuk do të ishte as pak. Ato duhet ta gjejnë mënyrën, policia duhet të jetë sa më afër. Sa më afër nesh dhe sa më afër problemeve që ne kemi. Po. Ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër të publicitare për të rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar me mendime dhe opinione të të ftuarve për mbrëmjen e sotme rreth projektit të televizionit rajonal Media Plus, monitorimi i ngritjes së partneritetit mes nxënësve të shkollave të mesme dhe policisë së shtetit. Vijojmë më tej me diskutimet me të ftuarit e sotëm. Në puntatën e parë kemi diskutuar rreth problematikave që ndeshen sot të rinjt në shkollat tona. Dhe dy drejtueset e shkollave, por edhe përfaqësuesi i drejtorisë arsimore rajonale në Lezhë, diskutuan rreth këtyre problematikave të cilat hasin çdo ditë. Por, më mirë se i dini ju këto problematika, natyrisht që mësuesit e drejtuesit i din, po më afër këtyre problematikave jeni ju. Cilat janë disa nga problematikat kryesore me të cilat ndeshen sot të rinjt në shkollat e mesme? Joela. Sistemi pluralist në cilin neve jetojmë, na jep shpeshherë mundësinë që termi adoleshencë të kthehet në një çështje shumë subjektive. Që do me thënë, secili prej nesh e përkufizon atë në mënyrën e vet dhe jep një këndvështrim personal mbi adoleshencën. Por dy pikat që bashkojnë çdo adoleshent është kërkimi për individualitet dhe pavarësi. Ka shik këtyre, kërkesa ndaj këtyre dy fenomeneve, të cilat janë shumë të kërkuar dhe shumë të lakmuar nga çdo adoleshent, lindin edhe problemet kryesore që i përkasin kësaj moshe. Për mendimin tim, problemi i parë janë çështjet e lëndëve narkotike, ku mund përmendim drogën, e cila përveç se ka pasoja të gjitha llojeve, ka pasoja sociale, pasoja psiqike, pasoja
shëndetësore, pra është një fenomen I cili prek çdo aspekt të jetës dhe përveç se e prek atë, shoqëron me shumë pasoja. Problematika e dytë është kushtimi I një kohë shumë të madhe ndaj rrjeteve sociale. Këtu mund të përmend Facebook, Instagram dhe gjithashtu edhe kushtimi I vëmendjes ndaj lojrave të ndryshme. Një raport që nuk fliste mirë për këtë fakt nga studime të ndryshme ishte 1/8 që konsideron se vetëm një orë gjithë kohës që ne shpenzojmë në internet është për navigim për sa I përket mësimeve, ndërsa 8 orët e tjera janë praktikisht shumë pak në shërbimin tonë. Problematika e tretë mendoj se lidhet me modelet. Gjithsecili prej nesh ka idhuj, askush nuk e mohon këtë, as nuk e konsideron problem, por problemi shfaqet në atë pikë kur ne kalojmë ekstremitetet tona për t'u ngjarë atyre. Këtu kam parasysh fenomenet si që anoreksia apo bulimia nervore, ku kryesisht do me thënë të përmendin këto prekin adoleshentët dhe do me thënë meshkujt edhe femrat I përjetojnë këto në mënyrat ndryshme. Nëse një mashkull ka model atë shembullin e fortë ose atë shembullin me shumë miq apo shumë pasur, ne femrat kemi parasysh atë reflektimin perfekt në pasqyrë. Përpara se do me thënë të kishim këto ëndrat që kemi realisht për profesionet që do vazhdojnë në jetën e mëvonshme, gjithsecila prej nesh ka dashur të jetë një fotomodele, pra që të arrijë këto ato linjat perfekte ose tipare pothuajse të tilla dhe këtu lind edhe problemi I krijimit të modeleve dhe mënyra se si ne zgjedhim rrugën për të shkuar drejt tyre. Problematika tjetër mendoj se lidhet me mundësitë tepër të cunguara që ne kemi për argëtim. Këtu kam fjalën për parqet sportive, për lojrat e ndryshme, për se sa të ekspozuar jemi ne ndaj aktiviteteve të natyrës dhe duke qenë se këto mundësi shpeshherë nuk na jepen, ne preferojmë ato anë të medaljeve të cilat shpeshherë nuk janë më të mirat për ne. Gjithashtu, një rol tepër të rëndësishëm e ka dhe familja, e cila është baza e gjithë se cili... Madje rolin kryesor dhe vendimtar, je dakord besoj me mua? Ka dhe familja, cila është realisht vendi ku ne hedhim bazat e asaj çfarë do jemi nesër, edhe në rast se familja konsiderohet ose shoqërohet me probleme të ndryshme sociale, atëherë kjo detyrimisht reflektohet dhe tek adoleshenti dhe detyrimisht do sjell një adoleshencë të çekuilibruar edhe shpeshherë të dalë jashtë kontrollit. Edhe çdo gjë do të thënë merr shkas nga një raport që shpeshherë është shumë tekanjoz dhe vështirësisht I menaxhueshëm I adoleshentit me shoqërim përreth. Faleminderit. Po Damiani? Mosha që ne kemi, mosha adoleshencës, është periudha më e bukur, më themi, e jetës, por më delikatja. Edhe më delikatja. Edhe më delikatja. Në këtë mosh, mund ta quajmë fëmia, është I prirur të provojë gjithçka, të bëjë gjëra që nuk ka bërë asnjëherë në jetë, të provojë gjithçka. Ka atë ndjenjen e të qenit pak kapo, mund të themi, sepse unë sidomos tek djemt. Po, sidomos tek djemt. Po, lideri. Po, liderin, të marrë liderin në çdo gjë, në çdo veprim, në çdo gjë që ndodh. Problemet që ndodhin në shkolla, që janë presente në shkolla, janë incidentet midis nxënësve. Si që thash më përpara, ideja e qenit lider bën që ti I donte të tjerët poshtë vetes. Kjo çon në një incident me nxënësit e tjerë. Kë mund të jetë një problem. Një konflikt? Një konflikt, po. Edhe shkon deri në pastaj mund incident. Pastaj mund të dëgjojë në incident. Problemi tjetër është kultura, nga vjen edhe sa familja ka bërë për të, sa e ka kulturuar fëmijën, sa rëndësi ka kushtuar fëmijës, sepse një fëmijë që ka një bagazh, ka një kulturë familjare, familja e tij është marrë shumë me të, nuk ka mundësi që të çoj. Nuk ka shanse që ai të shkojë në këtë shkallë. Jam shumë dakord. Faleminderit. Po. Realisht problematikat janë shumë të mëdha. Fillojnë duke filluar që nga problematikat e vogla ose që ne I quajmë jetë të përditshme, siç është edhe mbajtja e dietave të gjata, që mund na çojnë në anoreksi. Kjo është një problem për vajzat sa I përket. Ndërsa djemt kanë disa probleme të tjera, të cilat mund të themi se duhet të bëhen gjak në nxehtë, thjesht për të ngjerë lart, për të vlerësuar ose për të rënë në sy, e thënë shkurt. Këto janë disa problematika të vogla, më pas mund të kalojmë të tjera, sepse problematika është gjithnjë në rritje në çdo rast. Mund të kalojmë tek problematikat e tjera të cilat janë mbajtja e armëve
të ftohta që nga dorezat, thikat, e duke kaluar tek ekstremit të cilët janë armët të zjarrit. Një ndër, dua ta theksoj këto se është një ndër problematikat kryesore, sidomos në gjimnazë, është përdorimi i drogës, sidomos i kanabësit, e theksova dhe pak më parë, është gjithnjë e në rritje. Kjo gjë dihet nga të gjithë, sidomos nga ne vetë nxënësit të cilët jemi të pranishëm aty kur konsumohet kanabis. Këto janë disa të përmbledhura shkurt, disa nga ato problematika. Po, Alicia? Atëherë, në mbështetje të mendimeve të parafolsve, thjesht do doja të theksoja faktin për sa i përket konflikteve të qastit, të cilat shpeshherë nisin nga shkaqe banale dhe më pas degenerojnë në sherre tepër të mëdha, duke arritur deri në përdorimin e armëve të ftohta dhe më pas të armëve të zjarrit, ndërsa për sa i përket lëndëve të ndaluara si dohani, droga dhe alkooli, do të theksoja se ato nisin shpesh vetëm si presion i shoqërisë ku ndodhemi. Në fakt unë do veçoja pjetë alkolike, do veçoja së tepërmi edhe rrjetet sociale. Pra ndoshta ajo pija alkolike e pirë në një kohë të papërshtatshme, do të çojë në një incident shumë të madh, i cili më vonë nuk dëshirojmë asnjëherë, por mund ta çojë fëmin edhe drejt krimit. Po kështu edhe rrjetet sociale. Ne si media, duke monitoruar vazhdimisht problematika të tilla, por duke parë dhe nga televizionet e tjera, vëmë re se shumë incidente kanë ndodhur thjesht nga rrjetet sociale. Ashtë me të vërtet, Diana, a bëhen këto burim konflikti, pikërisht këto dy momente që unë caktova? Rrikat e teknologjisë ka ndikuar shumë negativisht tek të rinjt. Por jo të gjithë? Jo, të gjithë. Ka ndikuar domethënë tek pjesa që ato e kanë marrë thjesht me atë pjesën që të rinjt ditët e sotme më shumë i kushtojnë rëndësi Facebookut se sa librave. Është dhe një shprehje që të rinjt kanë arritur që të fiksojnë ato që lexojnë Google dhe jo librin. Libri për të është bërë si një i huaj. Konfliktet që nga pjesa e parë me pjesën e lançimit të fotove, dhe nuk është, ndoshta nuk është akoma... Sidomos nga këto Instagramet, ashti me foto... Ndoshta nuk ka akoma i të den dhe pjesën e mbrojtjes së individualitetit të tij. I duket sikur ai po ndoshta diçka që po bën, edhe që ta shoh diku tjetër. Pse jo ti mos lexosh diçka që ta shpalosësh më vonë, dhe jo. Diçka që të jetë në dobinë tënde. Në dobinë tënde, dhe jo ti bësh qefin diku tjetër që ti, unë jam e bukur dhe kaq. E bukura shkon dhe vjen, është një pjesë, ndërsa librat janë ato që ngjiten shkallë që ti ndoshta në ditë don apo zon të arrish diku, janë shkallët që të ngjisësh për veten tënde dhe për të ardhmen në një vendi. Është pjesa që të rinj ditët e sotme janë pjesa e internetit kanë ndikuar, nuk e kanë përdorur pozitivisht për marrë informacionet që kanë ndikuar, po thjesht lançimin e fotove të tyre, pjesën e librave është harruar. Po, Palero? Padyshim që teknologjia ka përparuar shumë dhe padyshim që rrjetet sociale janë një burim konfliktesh, pasi duke kaluar 9 orë ose 8 orë një person në internet, në Facebook, Twitter, Instagram ose një rrjet social tjetër, padyshim që ka për të bërë një koment, ka për të luajtur një lojë dhe duke luajtur online një gabim i atij ose një humbje të bën që të fillosh të ofendosh. Dhe gjithkush e ndjen veten të fortë kur nuk ka dikën përballë, aty vazhdojnë përdorin fjalë të ndryshme, do takohemi, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Ja u krijua konflikti. Pastaj ndoshta të dy janë persona që nuk e kanë problem një nga tres, nuk duan t'ja dinë, janë shumë gjak nxehtë dhe takohen. Padyshim që kur ata dy persona takohen nuk kanë për të folur, kanë për të ngatruar. Dhe prandaj mendoj që rrjetet sociale janë padyshim një ndër faktorët kryesorë për ngatresa, për zënë ka midis personave. Po, ju Vjersa? Besoj se problematikat kryesore u konsumuan nga nxënësit e tjerë, por një problematik që nuk u përmend fakt është edhe bullizmi. Është shpifja, sepse shpifja në rrjetet sociale për një person tjetër. Kjo në fakt është bërë shumë e përhapur kohët e fundit. Madje mund themi është bërë e modës. Po, është bërë e modës, madje... Thashë e theme ndryshe. Po, thashë e theme ndryshe. Edhe duke qenë se nxënësit kalojnë një kohë shumë të madhe në internet, ato ndikohen edhe ndikon sigurisht në psikologjinë e tyre, ndikon në sjelljen e tyre, edhe në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Edhe mendoj që e vetmja zgjidhje për këtë është mos kokçarja. Edhe është kalimi sa më pak duke ne mund bëjmë diçka tjetër në vend që trim në internet. Kështu që është edhe menaxhimi i kohës. Menaxhimi i kohës është mjaft i rëndësishëm. Po. Faleminderit.
Ju i listuat paksa problematikat kryesore që mund të hasim sot në shkollat tona, por cila është përgjegjësiria juaj në zgjidhjen e këtyre konflikteve? Pasi çfarë ndodh? Gjithmonë krijohet një konflikt, krijohet një incident, faji nuk e ka unë. Fajin gjithmonë e ka shoku, fajin gjithmonë e kishte mësuesja që ishte në mësim, fajin e ka drejtoresha sepse nuk e ka menaxhuar mirë etj. Sa të gatshëm jeni ju? Po, Renato. Gjithmonë ku ka një konflikt, palët që konfliktojnë kërkojnë që të hedhin akuzat drejt palës tjetër si për të shpangur përgjegjësinë nga vetja. Po kjo hedhje akuze nuk është zgjidhje, pasi nuk po përjashtohesh ti nga faji, po bën një faj akoma më të madh. Pasi hedhja akuzës nuk çon as kërkon, vetëm çon në zgjerimin e konfliktit. Dhe hedhja akuzën ndërsjellta dhe më pas dikush do e mohojë atë akuzë. Sepse ai që hedh akuzën jo gjithmonë ka drejt. Atëherë mohimi i akuzës dhe këtu nuk mund të çojmë para dalimin e një konflikti të tashëm. Thjesht nxit palët që pasi kalon tek shpifja. Shpifja për dikën është shumë e rëndë, pasi nuk mund të pranoj degradimin e figurës së tij. Edhe çon në një konflikt akoma më të rëndë, pasi bën dy çështje së bashku për si të themi për të marrë hak. Atëherë dhe gjithmonë fillon përgjegjësia të hidhet mbi të tjerë. Por fakti që përgjegjësia mbahet mbi vetë është shumë i vogël. Te pak të rinj. Te pak të rinj arrin që ta pranojnë gabimin edhe të kërkojnë falje, pasi sot kërkosh falje për disa është shumë e vështirë. Ndërsa për të falur kërkon akoma më shumë vështirësi, sepse gjithë e dimë që të falësh është hyjnore. Ashtu është. Bravo, bravo. Po? Edera? Sa më do shikoja veten si një palë tretë, pra si vëzhguese ose dëshmitare një konflikti. Në asnjë lloj mënyre nuk do tregosha moskuqarje ndaj këtij konflikti, ndaj kësaj zënke. Pse? Sepse le ta mendojmë pak veten, sikur ne jemi viktimat, pra të imagjinojmë sikur jemi në vendin e tyre. Si do ndiheshim ne nëse dikush do ishte aty dhe mund të mos na ndihmonte, pra të ishim si të vrarë tjera. Edhe duke parë në këtë lloj sensi, besoj se si qytetare nuk do ndjesi detyrë morale që t'i vinë ndihmë këtyre që sulmohen, janë viktima e tjerë. Po. Por në fakt, a jeni ju të përgjegjshëm për t'i evituar këto konflikte, këto situata? Pra ju jeni adoleshent. Një pjesë e jush po e mbarojnë shkollën e mesme. A jeni sot në gjendje ti evitoni këto konflikte dhe këto probleme që lindin? Po, Damjani? Ne jemi, si që thapë përpara, ne jemi të parë që ballafaqohemi me këto incidente. Nuk është një instancë më lart, policia ose në shkollë mësuesi që i shikon këto. Ne jemi ne që i shikojmë. Domethënë, ne duhet të kemi pjesën e përgjegjësisë mbi vete. Në qoftë se shikojmë diçka që po shkon keq ose një gabim që ka bërë një moshatar joni, shkojmë ta këshillojmë, shkojmë të japim një këshill, shkojmë ta ndalojmë që të bëjë diçka tjetër. Jo thjesht ta anashkalojmë ose të marrim direkt policinë në telefon, shiko sepse ka një problem, hajde shpejt. Kur mund ta zgjidhim edhe vetë, mund të japim një këshill. Keni moshën e dur për të jeni përgjegjshëm edhe për të zgjidhur këto problematika. Në fundit ata janë shokët tanë. Ato kemi qëndruar, kemi kaluar 4 vite. Po. Kalojmë komplet kohën e shkollës. Nuk mund shkojmë deri në shkallën më të lartë, mund ta quaj policinë për zgjidhur probleme që mund të zgjidhim edhe vetë, na. Pra ju jeni edhe të gatshëm të zgjidhni? Po jeni edhe të zotë të zgjidhni? Sepse duke u zgjidhur brenda jush, gjërat shkojnë edhe më mirë. Klotilda? Po? Patjetër që ajo që thatë pak më parë që në një zënk gjithmonë faji mbetet tjetrit. Është shumë reale, sepse çdo nxënës kur krijon një zënk, domethënë thotë që faji nuk ishte imi, faji ishte tjetrit. Po mirë, po ndonjëherë i ke gjykuar ndonjëherë veprimet tuaja, i ke gjykuar ndonjëherë fjalët tuaja, sepse ndoshta një fjalë pa matur jotja mund të rëndojë tek ai tjetri. Është më së normale, prandaj edhe unë ju sugjeroj të gjithëve që përgjegjësia fillon nga gjykimi i veprimeve tona dhe jo gjithmonë mësuesi tjetri është fajtor. Duhet të gjykojmë veten e më pas të tjerët. Të shikojmë të tjerët. Po, Diana. A jemi të arsyeshëm dhe jemi të zotët të gjykojmë atë që është e drejta. Kemi kaluar të fazën që gjysma i kanë kaluar 16 vjeçar, që ne jemi këtu. Është pjesa që kemi filluar të krijojmë atë individualizimin ton,
të jemi të zot dhe të dim të arsyetojmë kush është e drejta dhe kush është e gabuara. Dim të ndajmë të mirën nga e keqja. Bravo. Domethënë jemi në gjendje të ndryshojmë nga vetja, pastaj tek të tjerët. Çdo njeri nëse hedh hapin drejt mirës për vete, din çfarë ti thotë dikujt tjetër dhe din të kërkojë përgjegjësinë, të drejtën të drejtë aty ku duhet. Nëse dikush nuk është në rrugën e drejtë, për veten e tij nuk ka ç'ti kërkojë dikujt tjetër. Pra ndryshimi filloi nga vetja që ti ndryshosh edhe të tjerë, domethënë bota do ishte ndryshe nëse dikush do shite nga afër veten pastaj shikoj lart. Po ky është qëllimi jon, që të shkojmë drejt asaj bote, të shkojmë gjithë drejt këtyre gjërave kaq të mira, sepse do ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj. Po Dalina? Atëherë, si që thanë dhe shokët që janë tonë, nxënësit përballen me problematika të ndryshme dhe në ndër problematikat që hasin këto nxënës janë tendenca për rënë në sy, ose për të dukur më i fort ndaj të tjerëve dhe duke ne pranojmë zgjidhjen e personave më të rritur se ne mund të zgjidhim këto probleme edhe me të zgjidhjes duke biseduar me njëri tjetrin. Ne mund të bisedojmë me njëri tjetrin pa arritur edhe si kujdestar ose teritorin ose instanca më të larta. Mund të bisedojmë me qetësi duke përdorur impulsin edhe Pra duke pasur bashkëpunim me njëri tjetrin, aty ndërmjet jush mund të zgjidhen edhe më bukur këto konflikte. Ju jeni aq të zot dhe aq të aftë për t'i zgjidhur ato. Po Diana më duket se do të shtojë diçka? Njeriu ka arsyen, por derisa është në moshën ka kaluar në pjesën e gjimnazit, ka arsyen që të logjikojë dhe të mendojë, sepse unë këtu nuk duhet ta veproj të bëj këtë gabim. Është i arsyeshëm për çdo lloj veprimi që bën. Bravo. Ju Gersa më duket kishte këtë mendim? Ha? Ju Gersa? Paka shumë kishte atë njëjtin mendim me paraporse. Me Dianën, I qëndron asaj se ju jeni sot të aftë për të gjykuar, për të mbajtur përgjegjësitë tuaja dhe për t'i zgjidhur sa më mirë. Tim, çdo njeri është përgjegjës për veprimet e veta që bën, nuk ka pse t'ia hedh fajin dikujt tjetër. Thjesht duhet të mendoj, marr guximin, ta pranoj dhe ta zgjidhim këtë. Kjo do të ishte edhe më e mira edhe për shoqërinë e sotme. Po. Unë do doja të dija në fund se cili është edhe apeli juaj për të gjithë bashkëmoshatarët, për nxënësit e shkollave të mesme, por edhe ato që do të rritojnë në shkollave të mesme, që sot janë në klasat e 9-ta të shkollës 9-vjeçare, por dhe për të gjithë teleshikuesit, jo vetëm për projektin, për qëllimit, për pritshmëritë e këtij projekti, por edhe për ndërgjegjësimin e të rinjve për të larguar nga rruga e krimit. Se kjo është me gjitha. Ky është qëllimi final i këtij projekti, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi të rinjve për të larguar nga rruga e krimit. Alesia më duket se mori e para. Po Alesia. Atëherë, dim që adoleshenca është mosha më e bukur, po ashtu edhe më delikatja. Duke qenë tillë, të gjithë adoleshentët janë të prirur drejt gabimeve, por do të kujtojmë faktin se gabimi një çasti mund të bëhet gabimi një jete, dhe vendimet që marrim ne në këtë moshë mund të ndikojnë në të ardhmen tonë, qoftë pozitivisht, ashtu dhe negativisht. Kështu që gjëja kryesore që ne do t'i bëjmë për t'i evituar dhe për t'i shmangur këto gabime, do ishte besimi i plot dhe gjithashtu bashkëpunimi tepër i sinqert me 3 komponentë tepër kyç, siç janë policia, shkolla dhe media. Faleminderit, faleminderit. Po Damiani, besoj se gjithë keni një apel. Po. Për në fund, Po? Unë kam një apel për shokët e mi, për bashkëmoshatarët e mi. Shumë të thjeshtë. Shikojeni policinë, median, si një mik tuajnë. Krijoni me ta një marrëdhënie, sepse ato do të gjenden në çdo çast, në çdo moment, për t'u ndihmuar juve. Dhe janë aty, gjithmonë. Faleminderit. Po Klotilda? Në fakt edhe unë kam një apel shumë të qartë për gjithë bashkëmoshatarët e mi, por natyrisht edhe për qytetarët që realisht në këtë moment na ndjekin. Po për gjithë komunitetin, sepse edhe ne në fund-fundit jemi pjesë e këtij komuniteti. Patjetër. Do t'ju bëja thirrje që mos ta shohim policinë shumë larg pamëse, ta shohim policinë si një mikun ton, të krijojë një partneritet të fortë midis këtyre 3 rrjeteve kyçe, siç janë policia dhe media dhe ne. Edhe shkolla, institucionet, patjetër. Dhe sepse kjo rrugë na çon ne në zgjidhjen e shumë problematikave, në zgjidhjen e kriminalitetit, në zgjidhjen e përdorimit të lëndëve narkotike dhe të gjithë problemeve që hasin sot shoqëria. Po përparimi? Atëherë unë
do thoja vetëm një thënie, ne mundemi pasi ne besojmë se mundemi. Bravo. Me këtë thënie do të them se besimi është rruga për zgjidhjen e gjithë problemeve që ne do të kemi, edhe është gjëja më e mirë që ne të na bëjë të ecim përpara dhe të na shkalojmë krejt këto probleme. Të gjitha, pra të mos bëhemi të jemi aktor të një jete më të mirë. Po, Renato? Me që fjala kyç e parafolshme ishte që gjithë të rinjt apo gjithë komunitetit të ketë një marrëdhënie më të mirë me policinë, me prindit, me familjen e tyre dhe me shkollën që të mbajnë sa më larg krimit, unë doja të këshilloj edhe për mënyrën se si ato shpenzojnë kohën. Pasi njerëzve nuk duhet të vi keq për gjërat që humbin gjatë kohës, por kohët që kanë humbur për gjërat e dobishme. Sepse tek e fundit, dhurata më e madhe që mund t'i bësh dikujt është koha jote, sepse është një porcion një jete që nuk kthehet kur mbrapsht. Faleminderit. Po, Hedera? Ndonë se mesazhe të vlefshme janë dhënë për gjatë gjithë mbrëmjes, mesazhi im është akoma edhe më i thjeshtë, kur të mos ngurrojmë t'i drejtojmë qytetit, pasi nuk mund të tregohemi të fortë para armës, është as pakohemi të sokolit, edhe është gjithmonë dikush tjetër i cili mund ta bëjë më mirë se ne. Po, Falero? Drejtoja gjithë shoqërisë shqiptare, një apel, nëse doni një Shqipëri më të sigurt dhe pa krime, besoni në polici dhe ndihmoni policinë në punën e saj. E ndihmoni të rinjt për të larguar nga rruga e krimit. Po. Mund them se gjatë sa mbrëmje gjë domethënë u përmendën gjitha pikat kyçe. Një mesazh shumë i shkurtër, nëse ti doje ta shitet të ardhmen tënde në gjithin një shkallë një karrierë të suksesshme, bëju pjesë e këtyre bashkëpunimeve që ti je sa më shfrytëdhënëse. Faleminderit Diana. Unë bëj thirrje gjithë bashkëmoshatarëve të mi, nëse shikoni akte të paligjshme si përdorimi i lëndëve narkotike apo armëve të zjarrit, duhet të denonconi këtë rast në polici sepse do shpëtoni jo një jetë, por do shpëtonim gjithë shoqërinë shqiptare. Po. Hygersa më duket, Ngeli. Po, Hygersa, po. Atëherë, për gjithë bashkëmoshatarët e mi, doja t'ju thoja diçka që adoleshenca është një moshë, siç e thamë edhe më përpara, shumë delikate, por që duhet ditur si të shijohet. Edhe sipas mendimit tim nuk është zgjidhje një mendim i çastit që të vjen ty edhe do ta bësh se s'bën. Doja t'ju thoja që të mendoni dy herë nëse jeni përballë një zgjedhje të caktuar, si për shembull konsumimi i drogave apo gjërave tjera që u konsumuan gjatë kësaj mbrëmje. Edhe gjithashtu doja t'ju thoja që përgjegjës janë ata vetë për veprimet që mbajnë, por gjithashtu duhet kenë edhe një bashkëpunim me policinë, duhet kenë besim te policia në mënyrë që të zgjidhen këto. Pra të gjithë këto aktorë duhet bashkëndojnë punën me njëri tjetrin. Juela më duket, më Ngeli, po? Mesazhi në fakt vjen si një thirrje për gjithë komunitetin që ka të bëjë me formën e një solidarizimi. Për mendimin tim, krimi nuk është një e keqe e cila ka ngjyra, as etnike, as politike, as fetare, as raciste. Është një e keqe që na kërcënon të gjithëve. Ashtu siç është një e keqe e të gjithëve, që po kërcënon vazhdimsinë e jetës tonë, është edhe një përgjegjësi e gjithëve që në mënyrat më demokratike dhe më qytetare që ne mundemi t'i vëmë në zbatim, ta luftojmë atë në mënyrë që jeta jonë dhe kryesisht e jona personale, duke qenë se jemi dhe brezi i ardhshëm dhe brezi i ri i këtij vendi, është shumë e rëndësishme që t'i vëmë prita krimit, nga ato që janë gjithmonë konform ligjeve, konform drejtësisë, policisë, kushtetutës, dhe pra gjithmonë drejt për drejt dakord me parimet demokratike në mënyrë që të kemi një jetë sa më të mirë. T'ju them diçka? Unë ndjeva shumë e privilegjuar që isha mes jush. Me të vërtet ishte ndër ato panele që mua do më ngeli në mendje për gjithë periudhën që do vazhdojmë me puntatat tona për të diskutuar rreth këtij projekti, por edhe projekteve të tjera. Ishte kënaqësi që ndava mendimet dhe opinionet tuaja. Ju falenderoj shumë, të nderuar teleshikues, i falenderoj edhe një herë të gjithë të pranishmit që kishim sonte në këtë panel. Do të ritakohemi sërish të premten e ardhshme. Natën e mirë.